A duhet t'i ngritim duart sa herë themi Allahu Ekber në namaz apo vetëm në fillim? Ka argumente kështu edhe ka ashtu. Shumica sahabëve e kanë transmetuar që i kanë ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ebu Hanifa nuk e përkra këtë mendim edhe mbështetet te mendimi që mos më ngrit duart përveç se në fillim. Çka më bëna? Bën çka dush, veç mos bën përçamje. Momentin që një veprim yti, pra ngritja ose mos ngritja e duarve sa thua Allahu Ekber, krijon përçamjen mesën e ummetit, nuk është në rregull. Po ashtu edhe këshilloj veten time si hoxh, si imam, edhe hoxhallar, kolegët e mi, që edhe nëse një djalë i ri i ngrit duart, nëse duhet me këshillu alhamdulillah, me të mirë, me marrë me të mirë, me afru djaloshin, asesi me të keq, sepse ata pastaj akoma më tepër po irritohen ndaj hoxhallarëve. Jam për mos me bo fitne asnjëna pal. Pra e dorës dytë mbetet me ngrit apo mos me ngrit duart, e dorës parë është mos me u përça. Para kësaj është me fal namazin. Qysh dush banja. Qysh dush banja, veç falë namazin. Kjo është kryesore. Pra ti dim prioritetet. Ti dim prioritetet. Nxjerra e këtyre 9 temave në publik të gjerë, edhe marrja me to, përçamja, urrejtja dhe humbja ose harxhimja energjisë në to, po na kushton në disa gjëra të tjera që janë ndoshta më të rëndësishme. Gjëja kryesore është t'i ftojmë njerëzit në islam, t'i largojmë nga shirku, t'i shpjegojmë kush është Zoti, kush është feja, kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Asesi ai që vjen fillestar në xhami, të mos kuptoj, as mos të vrej për neve se ne përçahemi për një sunet, kurse të jemi të bashkuar është farz. Kjo është më e rëndësi. Pra, aman, mos të armitsohemi për këtë pikë njëri me tjetrin. Kjo është mesazhi që vëdu me përçu përmes kësaj përgjigje, e pastaj mbetet e dorës dytë se do t'i ngritim duart apo jo, sa herë që themi Allahu Ekber. Mos u përçani. Për hir të Allahut mos u përçani. Allah na bëft sinqert.